Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se erdhët në Vibe. Në një kohë kur çmimet e apartamenteve dhe vilave po thyen çdo rekord, ndërsa fuqia e blerësve e qytetarëve mbetet e kufizuar, lind pyetja më e madhe. Kush po I blen realisht këto prona luksoze dhe a kemi të bëjmë me një treg normal apo një flusk që po fryhet çdo ditë? Për këtë kemi të ftuar Orges Betin. Orges, mirë se erdha. Faleminderit, mirë se u gjeta. Falenderoj që pranove të jesh pjesë e emisionit Vibe. Kënaqësi. Çmimet e pronave po rriten çdo muaj. Jemi përballë një tregu real apo një fluske që mund të plas? Nuk mendoj, ekonomia shqiptare në tërësinë e saj është një ekonomi informale, edhe nuk besoj se ne ende jemi në pikën që sot mund të diskutojmë për një flusk. Sigurisht që zhvillimet e fundit kanë efektin e tyre, por nuk mendoj se jemi para një fluske. Si shpjegohet që në një vend me paga relativisht të ulta, shiten vila me 500.000, 1 milion, apo dhe 3 milion? Po. Kush I blen? Sigurisht që Shqipëria tashmë në 36 vite ka biznesmenë që kanë bërë para, kanë bërë biznes, kemi të huajt, kemi shqiptarët e diasporës, cilët kryesisht vilat I kanë një standard I caktuar I klienteles ose një standard I caktuar I qytetarëve. Në tërësi nuk zën më shumë se 3% të totalit të gjithë shitjeve vilat. Kështu që ka klientë cilët kanë mundësi financiare të përballojnë, kuptohet që vilat kanë facilitete, hapësira më të mëdha, kanë komoditetin, numrin e dhomave, por edhe një standard pa diskutim jetese më të lartë. Pra, jo të gjithë klientët janë të prirur apo kanë mundësinë të blejnë vila. Kjo është për një kategori të caktuar, të cilët kanë dhe anën financiare për të përballur. A janë shqiptarët ato që kryesojnë? Për vilat pa diskutim po, shqiptarët, sigurisht. Sa vila shiten mesatarisht në muaj? Nuk kam një statistikë sepse kjo është një gjë që duhet ta shikojmë në tërësi. Unë mund të flas për ato që unë di. Aktualisht në Durrës, Tiranë. Zonat kryesore për vilat le të themi është Tirana, është Jugu, që mbajnë po themi Durrësi nuk është tek vilat, kryesisht është apartamentet e banimit apo edhe tek shtëpitë individuale. Çfarë profili kanë blerësit e sotëm, politikan, biznesmen? Tek ne nuk vijnë politikanë, përgjithsisht politikanët I zgjidhin nëpërmjet ndërtuesve, apo edhe ndërtuesit me njëri tjetrin I zgjidhin, pra bëjnë clearingje, shkëmbime, dikush ka produkte të një natyre, po themi aluminin, hekrin, betonin, dikush ka rendit shtëpiake, dhe në Shqipëri ne kemi masive dhe clearingu, pra shkëmbimin e produktit e mallit me mall. Nga ana tjetër kemi dhe po themi një kategori të caktuar të klientëve, të cilët blen me këste, pra duke u drejtuar po themi me pjesë parapagimi apo edhe me bankat me financim bankar. Apo blien më shumë për të jetuar apo për të parkuar para? Ka dy këndvështrime. Një pjesë atyre që kanë domosdoshmëri sigurisht që zgjedhin për banim, nga ana tjetër ka dhe prej tyre që zgjedhin për investim. Shikoj, Shqipëria nuk është se të ofron shumë sot mundësi që ti të kesh bursë apo të kesh tregje për të investuar, dhe real estate dhe prona kryesisht konsiderohet si një investim I sigurt për gjithë ata të cilët duan le të themi ti përfshihen në këtë industri. Për shembull, marrim një rast konkret. Në rast se ju do të merrni ose do të krijoni një biznes, një agroturizëm, një bar, një restorant, një pizzeri, një fasoneri apo një aktivitet të ndryshme, sigurisht do të kesh sfida të jashtëzakonshme nga fuqia punëtore, të lëndët e para kështu me radhë, dhe njerëzit si pragmatistë sigurisht që zgjedhin dhe të drejtohen tregut imobiliar sepse është një treg I qëndrueshëm dhe në 36 vite ne nuk kemi parë që ky treg të ketë po themi një rënje apo të ketë një zhvlerësim të vlerës së apartamenteve. Ka prona luksoze që po shiten cash dhe jo me kartë bankare. Sa e zakonshme është kjo dhe a duhet na shqetësoj si fakt? Kjo duhet provuar, pra unë nuk mund të them sa përqind ka. Ta mohojmë si fenomen, nuk do ishim sinqert, por në Shqipëri ka një drejtori që është drejtoria parandalimit pastrimit parave, e cila duhet të bëjë po themi monitorimin e gjithë rasteve rast pas rasti. Por që të përgjithsojmë dhe të themi në përgjithësi, nuk mund ta themi dot, po edhe nga ana tjetër të bëjmë sikur nuk ekziston si fenomen, po themi me çfarë shikojmë, nuk mund ta injorojmë si gjë, por ka institucione që do të bëjmë punën e tyre dhe besoj që A mendoni se tregu I luksit po përdoret për pastrim parash apo kjo është një tezë e egzageruar? Nuk di të them eksaktësisht apo përdoret apo jo, por di të them që ka indicie nga organet ligjitbatuese dhe shumë mirë që ka, nëse vërtetohet, sigurisht gjithë secili do të marrë përgjegjësi penale, kush është mbi 18 vjeç, është I rritur dhe I ka dalë për zot vetes, t'japi llogari. Por ta bëjmë pjesë gjithë industrinë dhe gjithë sektorin. Shqipëria ka mbi 3000 ndërtues
të cilët ndërtojnë dhe nuk mund të përgjigjsojmë të gjithë ndërtuesit apo të gjithë individët që merren me këtë sektor. Sigurisht që brenda tyre ka dhe individ të cilët nëse provohen duhet marrin përgjegjësi ligjore pa diskutim. Një vilë 1 milion euro në Shqipëri. Çfarë ofron realisht që justifikon atë çmim? Shiko, mbase ajo mund të jetë dhe 200.000 euro dhe nuk e justifikon për një person, mund të jetë dhe 3 milion euro dhe justifikon. Pra, ka të bëjë lokacioni, ka të bëjë orendia, ka të bëjë mobilimi i brendshëm, zona se ku ndodhet. Pra, janë një seri elemente që definojnë një çmim. Nga ana tjetër duhet të kuptojmë dhe unë e them shumë shpesh që një pjesë e madhe e vilave, qoftë dhe apartamente apo edhe pallateve ose kullave, kryesisht ka një proces goxha të gjatë derisa të arrijmë aty. Dhe një nga proceset më të vështira që është negociata me pronarët e trojeve, të cilët kanë vlera shumë të mëdha. Nga ana tjetër janë projektet në zbatim të projekteve fati madh sot në Shqipëri, që ne kemi disa nga projektet nga arkitektët më të mëdhenj ndërkombëtar që janë në Shqipëri. Pastaj kemi taksën ndikimit në infrastrukturë, kemi taksën streamit social, lëndët e para mbas luftës në Ukrainë dhe mbas tërmetit, le të themi, kanë pësuar një rritje, kështu që ka një seri elementesh që çmimet shkojnë në këtë pikë. Pastaj a justifikon, a është i gatshëm një blerës të paguaj për këtë pronë? Kjo është zgjidhje individuale gjithë secilit në raport me atë çfarë i posedon. Sa shpejt shitet një vilë luksoze? Flasim për vite, muaj? Nuk është e shpeshtë, realisht jemi korrekte dhe të sinqert. Një vilë është shumë herë më e vështirë se sa një apartament apo se sa një shtëpi për të shitur, sepse siç e tham ka kritere të ndryshme, ka klientelë përzgjedhur dhe klientela e cila është e gatshme të paguajë dhe të blej vila është një klientelë, po themi, e kufizuar në këtë sektor. Cila është vila më e shtrenjtë që keni parë të shitet kohëve të fundit? Nuk kam një shifër, por më e shtrenjta në fund me çfarë kam dëgjuar, ka qenë një vilë diku te 3 milion euro, në mos gaboj, diku në jug. Por nuk e kam shitur unë dhe e kam të dëgjuar, pra duhet ta vërtetoj që është e tillë apo jo, sepse ka dhe shumë spekullim në këtë treg. Pra disa për të treguar këtë, ka dhe shumë kolegë fëmijë që bëjnë her pas here si diskutim, pra për shifra, për vlera, gjë e cila më duket jo fort korrekte dhe është një mungesë, në bindjen time, mungesë etike, mungesë edukate. Në fund fare ne në gjithë të transakcion marrim një pjesë shumë të vogël, por ajo që shitet dhe i tregohet njerëzve është sikur vërtet këtu bëhet nami dhe gjithë fitime. Dhe nuk më pëlqen të jem jo korrekt dhe këtë prepotencën dhe këtë arrogancë për treguar se çfarë kemi bërë sa është e madh. Nuk di të them, por në bindjen time kjo është shifra që kam dëgjuar. Po shohim shumë kërkesa për vila me pishinë, smart home apo vila me privatësi totale. Po. Çfarë përkërkon një klient i pasur në 2026? Fakti që një pjesë e madhe e njerëzve sot kërkojnë atë privacy-n, gjë të cilën nuk e gjen masivisht, prirën për sa kohë shpenzon vlera financiare të kësaj natyre, ka të drejtën ta kërkojë edhe komoditetin dhe relaksin dhe qetësinë dhe privatësinë e tij dhe të familjarëve të tij, pa diskutim, se në fund fare prandaj po e bën këtë shpenzim. Është, po themi, një nga trendet e fundit, privatësia. Nëse dikur donin që një pjesë e madhe të ekspozonin atë luksin, vanitetin që kishin, tashmë njerëzit po kuptojnë që në fund fare e rëndësishme është jetohet për vete dhe të shijosh ato të mira që ke. Nëse dikush ka 500.000 euro sot, ku ja këshillon të investoj? Apartament apo vilë? Jo. Poste parkimi në Tiranë. Për mua është investimi më i sigurt. Është investimi me zero kosto. Dhe është investimi i gjatë. Tirana sot po kthehet në një qytet metropol. Zhvillimi që Tirana ka do ta bëjë të pamundur gjetjen e parkingeve. Nëse një familje dikur ka patur një makinë që po themi konsiderohesh në disa raste edhe luks, tashmë makina është domosdoshmëri, pra është një mjet jetik për të jetuar dhe mendoj që parkingjet do të jenë një mundësi shumë e mirë investimi dhe do të jetë një nga kërkesat më të mëdha që do ketë tregu. Pyetjet që po e bëjnë të gjithë, apo vazhdojnë të rriten çmimet apo do ketë një ulje? Unë gjej shpesh këtë gjë, e them gjithmonë. Shiko, është shumë e kollajt të jesh populist dhe thuash atë që njerëzit duan të dëgjojnë. Po mendoj që nuk është e shëndetshme. Për sa kohë ne kemi zgjedhur të jemi njerëz publike dhe të marrim një qëndrim, sigurisht që qëndrimet tona nuk janë asnjëherë absolute, janë sipas bindjeve që ne kemi. Unë bëj pjesë tek kategoria e njerëzve që mendojnë që në Shqipëri çmimet në këtë fazë për disa vite nuk do ulen. Për arsye sepse të dhënat dhe treguesit që un kam nuk më japin këtë indicie. Nëse do të flisnim për një ulje, duhet që të kisha një analizë dhe një panoramë të qartë të gjës pse do kemi ulje. Nëse neve sot jemi në një fazë në cilën Shqipëria së shpejti pritet
të jetë pjesë e familjes europiane. Unë mendoj që në Shqipëri do ndodhi një proces siç ka ndodhur në gjithë vendet që janë bërë anëtarë të Bashkimit Evropian, si Kroacia, Rumania, Bullgaria, që edhe atje çmimet janë arritur me 30-40%. Kështu që edhe në Tiranë pres sërish të ketë një rritje. Besoj nuk do të jetë kjo rritja dyshifrore që ka ndodhur nga viti 2022 deri në 2024, le të themi, por gjithsesi unë mendoj që do të ketë një rritje progresive, le të themi, por që për një ulje nuk shikoj në horizont të kemi një. Tani do ma thuash sinqerisht. Kush po blen vila 2 milionë euro sot në Shqipëri? Po ka shumë, shiko, shqiptarët në 36 vite kanë bërë biznes. Kanë krijuar kapital dhe një pjesë e madhe e tyre zgjedhin nëpërmjet financimit të bankës. Edhe kjo që ekziston masivisht, pra me para në dorë, është një gjë që unë nuk e provoj dot. As noteri nuk e provon dot. Thjesht janë me të dëgjuar. A mund të ketë mundet, po edhe mund mos ketë. Sepse një njeri që bën një vlerë të tillë investimi, sigurisht në një moment caktuar e di shumë mirë që nëse ka gabuar diku do të paguajë këtë kosto. Nëse ajo para vjen nga kanale të ndryshme, sigurisht ai do japi llogari. Pra nuk është kaq komode dhe kaq e lehtë për çdo që blen një pronë të tillë për të mos patur një element sigurie. Dhe pjesa më e madhe çfarë kanë vënë në re, i drejtohen sistemit bankar të bankave të nivelit 2 për të financuar, sepse tashmë një pjesë e madhe e projekteve financohen edhe në fazë grope, pra në fazë të hershme. Gjë që ja mundson njerëzve që t'i drejtohen, po themi, bankave për të marrë financim, sepse një që ka këtë kapital sigurisht që ka dhe mundësi financiare ta paguajë kostin që lind nga kontrata. Urgesun të falenderoj shumë. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Dhe shpresoj të vish ditë të tjera. Patjetër, me kënaqësi. I ftuari i radhës është ekspert kriminologjie Fatmir Tara. Zoti Fatmir, mirë se erdhe dhe të falenderoj që ishe pjesë e emisionit Vibe. Faleminderit për ftesën dhe jam i gatshëm të përgjigj çdo lloj pyetje që mund drejtohet në këtë emision. Video dhe denoncimet e fundit kanë ngritur pikpyetje në mbi realitetin brenda burgjeve shqiptare. Si e shpjegoni këtë debat publik? Pra, sistemi penitenciar në Shqipëri funksionon mbas ligjit të ekzekutimit të vendimeve vepër penale, i cili kontrollohet nga strukturat përkatëse mbi bazën e disa pikave, të cilët është organizimi, administrimi, është mbikëqyrja dhe siguria, legjislacioni dhe rehabilitimi. Pra, në përgjithësi, mbi bazën e këtyre kritereve funksionon në sistemi penitenciar në Shqipëri, i cili sot për sot plus të mirë ka dhe disa anë negative ose disa dukuritë të cilët shfaqen her pas here në jetën e përditshme të sistemit brëmtarisë të këtyre strukturave. Sa e besueshme është që në institucionet të sigurisë së lartë të ndodhin shkelje të tilla pa dijenin e autoriteteve? Në përgjithësi këto dykuri nuk mund të bëhen pa dukuri ose informacion e një titullari, sepse është sistemi i tillë i ekzekutimit vepër penale, pra i sistemit të burgjeve, që nuk mund të kalohet ose mund të anashkalohet aq kollaj. Pra dikush do të ketë një përkraje, dikush do të ketë edhe një suport për të kryer një veprim. Por thash, këto janë raste sporadike, raste të cilët kanë sy ose dukuri që vjen re në institutet e ekzekutimeve penale në disa burgje të Shqipërisë, kur në burgje të sigurisë të lartë. Por themi në disa raste që jo çdo pamje, jo çdo fotografi, jo çdo lajm mund të bëhet të vërtetën, sepse zakonisht edhe strukturat ose sot jeta ka evoluar, të cilët edhe nuk mund të përballen me realitetin, por një gjë ndodh. Nëse ndodhin, kjo është një neglizhim i punës të drejtuesve ose i zinxhirit komandues të institucioneve përkatëse ku këto kryejnë dënimet para burgosit ose të burgosit e vendimit formës prerë. Thej që jo çdo video ose çdo foto që publikohet është reale. Kemi rastin e burgut të Peqinit. Pikërisht mor shkak nga një foto që ishte publikuar këto ditë, dhe rastisht e pash të një vajze bjonde. Çdo kush mund të hyjë të ketë takim, sepse edhe klasifikimi ose takimet në përbujtje të sigurisë të lartë ka një farë rregulli protokollar, i cili kush lejohet hyjë dhe kush lejohet të marrë takime. Pra të drejtën e takime e ka kushdo i burgosur në përputhje me legjislacionin në fuqi. Pra përbujtja e sigurisë së lartë, i cili kanë dhe ligjin numër 81/2020, ku fliten për disa kritere të takimit të disa persona me brëmdari të lartë kriminale, apo me rrezikshmëri të lartë shoqërore, apo që kanë kryer akte terroriste, se si mund bëhen takimit.
Pra, çdo kush mund të hyjë në burg të takojë. Për sa i përket anës dokumentare, se si kanë penetruar, se si kanë rregulluar, është diçka për të parë. Por ne flasim sot si fenomen. Nuk po hym në punët e brendshme, të drejtën apo mos drejtën, sepse ajo mund të jetë një bashkëjetuese, mund të jetë një bashorte, mund të jetë fëmia, mund të jetë vajza, për të cilën bëhet fjalë që mund të ketë vepror, mund të ketë hyrë në sistemin e ekzekutimit penale. Kalojmë prapë te burgu Peqinit. Është real videot dhe pamjet që janë publikuar? Me thënë drejtën, unë si kriminolog ne lidhim fotografinë në shumë pikpamje. Nuk është aq kollaj sa të thush që kjo pamje është vërtet reale apo është pamje e montuar. Sepse që të krijosh një episod, të krijosh një ngjarje, një skem krimi, siç e themi ne, duhet para disa element. Por duke pas parasysh vitet e shkuara, për shembull, ku në burgun e Preqit është një burg me siguri të lartë, që marrin kryen veprimet, pra kryen dënimet persona me rrezikshmëri të lartë shoqërore, ka ndodhur, së rasti i fundit, për shembull, i neglizhencës të drejtorit të burgut Peqinit dhe sistemit zinxhir të këtij burgu. Këtë do të thoja, kush mban përgjegjësi për organizimin dhe kontrollin e aktiviteteve brenda burgjeve? Titullari. Kam qenë pjesë e kësaj strukture shumë vite më parë. Mund na tregosh pak më shumë? Po, sistemi, pra, Instituti Ekzekutimeve Penale në Peqin drejtohet nga drejtori. Me dy ndihmës që mund të ketë nën drejtor, ka shef juridik, ka shef sigurie, shef policie, të cilët në përputhje me ligjin, i themi ne të miratuar, ose të miratuar nga Ministria e Drejtësisë dhe me struktura pushon që ka sistemi i burgut, kontrollohet, monitorohet dhe drejtohet në mënyrë të drejtë nga drejtori i burgut. Pa lejen e drejtorit të burgut, pa titullarit, nuk mund të kryhet asnjë veprim. A kemi të bëjmë me raste të izoluara apo me një problem më të thellë sistematik? Mendoj, nuk është aq lehtë të hysh në burg, aq lehtë marrësh takime kur bëhet fjalë për persona që kanë rrezikshmëri të lartë. Pra, për të tilla raste kërkohet një leje jo vetëm e posaçme nga drejtori i Institutit Ekzekutimeve Penale të për shembull të Peqinit, por kërkohet dhe nga strukturat përkatëse të drejtorisë së përgjithshme të burgjeve, pa të cilët nuk mund bëhet asnjë takimi. Pra them si raste, nuk janë raste të, i them, të herpashershme ose të shtuara në vërtetarinë e strukturave të burgjeve tona, sepse thash strukturat e burgjeve nuk janë siç kanë qenë para 10 vjetësh ku kam punuar në fushën e drejtësisë. Sot janë ngritur në shkallë të lartë, është ngritur teknika, është ngritur performanca, drejtimi, menaxhimi i burgjeve, të cilën kërkon më shumë sa profesionalizëm në zbatimin e tyre, asgjë më shumë. Në fakt, më doja të dija sa rol luan paraja në trajtimet e dënuarve. Është një diçka që do të mendosh që një veprim e tillë ka edhe një prapavije. Dhe prapavija është leku. Them, pa e dokumentuar, pa e parë, në arsye dhe logjikut, themi që mund të jetë një gjë tjetër, por sa e vërtetë është, thash, kërkon një analizë shumë të thellë shkencore, një analizë të thellë ligjore për të përcaktuar, i themi, shkaqet, burimin për të cilën të çon deri në realizimin e këtyre takimeve shumë misterioze që mbushen me lloj-lloj, i themi, epitetesh si leku, rishfeti, korrupsioni nga ana drejtuese, bashkëpunimi midis policisë burgjeve edhe titullarët të tyre. Ndodh që të kenë bashkëpunim? Në fakt, duke parë në kompleks, duke parë dhe kushtet me të cilën themi ne janë sot institutet e ekzekutimeve penale, duke parë dhe rrogat e ulta, duke parë dhe kushtet me të cilën ato kryen, në disa raste, jo shpesh, pra në një ndërgjegje jo të kualifikuar, jo të saktë në zbatimin e ligjit, edhe mund të ketë kryer këto veprime. Thash, po këto janë në disproporcion me masën e shumë të punonjësve të policisë burgjeve dhe të personelit, të cilët janë të pamëshirshëm ndaj këtyre rasteve sparodike për të luftuar deri në fund këto fenomene. A ekziston perceptimi se disa të burgosur përfitojnë privilegje të pajustifikuara? Nëse pikërisht për këtilla raste janë strukturat e posaçme të burgjeve që janë SHKB-ja që merren me zbatimin e ligjshmërisë të personelit policor ose drejtues. Pra, nëse bëhet një kontroll i thjesht
në përditaret ose bloqet ku janë të përcaktuar dhe koha dhe sasia e leve. Zakonisht për shumë për burgjet zakonshme jepin takime deri në 4 herë në muaj. Ndërsa për burgjet e sigurisë po flasim për personat që kanë rrezikshmëri të lartë, personat me vepra terroriste ose me vepra të mëdha kriminale, zakonisht jepin 1-2 herë në muaj dhe në rast të veçanta këto jepen me leje të posaçme nga titullari i drejtorisë përgjithshme e burgove. Pra, do të pra një veprimtari, një zonë akoma më e thellë në këtë drejtim. Kemi të dëgjuar shpesh për burgjet VIP. Sa real është ky perceptim? VIP do të thotë janë burgjet e këtyre personave të dënuara, pra me mbretëri të lartë, kriminale, terroriste ose shoqëre, të cilët u krijon në përputhje me ligjin, pra 81/2020, për ligjin për të drejtat e trajtimit dhe bërmëtarisë të tyre, ku janë të përcaktuar në mënyrë eksplicite të drejtat dhe detyrat që kanë këto bugosur në thonjza VIP për të respektuar rregulloren e burgjeve brenda në ambientin ku jetojnë. A mund të ndodhin këto shkelje pa bashkëpunim të brendshëm në sistem? Absolutisht, sepse kur kemi pa dhe fotografi që me shishe, alkooli, duke festuar. Pra, nuk e imagjinoj dot si një shishe, sepse thash para shumë vite kam punuar vetë dhe që të hysh në për ambientet e të burgosë kalon në një numër të madh kontrollesh. Pra, nuk mundet që një shishe, mundet hyj për shembull supozojmë një briska, një sket telefoni, po shishe botile të mëdha. Them që janë disa raste që duhet parë, është një pikë pyetje e madhe për ta parë sa më afër këtë realitet. Sepse thash ka shumë kontrolle jo rutinë, po të detyrueshme për të shkuar deri tek dhomat ku ato jetojnë. Pra pa mund të futesh botile. Gjithsesi thash këto janë fenomene që ose nuk janë në përputhje me realitetin, ose i them ne mund të jenë edhe truke për propagandë në lidhje për të drejtim. A ka rrezik për standard të dyfish në trajtimin e të dënuarve? Ka pasur në kohën kur unë kam qenë në zyrën juridike të Institutit të Ekzekutimit Penal në Durrës, ka pas të raste të tjera kur trajtimi nuk ka qenë një lloj për shkak për të burgosit. Kjo varet thash nga qëndrimi, nga karakteri, nga pozicioni i tyre, si themin edhe nga ajo emri VIP që mund të kishte i burgosuri. Nga ngarkesa e peshë që kishte ai tek drejtuesit. Doja të di se sa i fortë është komunikimi institucional mbi kushtet dhe komunikimet. Të thash takimet sipas asaj që profesion që unë imagjinoj, në takimet e burgjeve të zakonshëm bëhen i them ne pa pengesa fizike, pa gjallë. Sa nda tek bisi, për shumë të 41 bis, është ndaluar me komunikim fizik, pa i them ne komunikimi fizik, pra të ndaluar. Nëse tek komunikimet, tek burgje me siguri të lartë, ka për shumë kufizime të takimit dhe kontakte fizike, vetëm me raste të veçanta me leje speciale nga drejtoria e përgjithshme e burgjeve. Të gjithë janë shumë. Gjithsesi ai që do të shtojnë sistemi penitenciar në Shqipëri ka nevojë sot jo vetëm për një riorganizim, për një ngritje në shkallë më të lartë si të strukturës dhe infrastrukturës së saj. Kur flasim për strukturë dhe infrastrukturë, flasim që nga modeli i punonjësve të burgjeve, i ngritjes së pagave, i kushteve të punës, pra i zbatim të gjitha detyrave në përputhje me Konventin Evropian të Njerëzit. Pra ngritja në shkallë më të lartë si e pagave, anës profesional do të rrisë dhe cilësinë në drejtime tjera, pra si të komunikimit, të menaxhimit, dhe trajtimit të burgosëve të cilët kanë për qëllim jo vetëm i themin e zbatimit të ligjit, po dhe afrimin e një asistence i themin e njerëzore që do të thotë qëllimi i saj të bëhet integrimi i tyre në jetën shoqërore, sepse flasim përveç dënimit që marrin dhe kufizim të drejtave të tyre, këto njerëz ne nuk mund t'i hedhim dhe t'i nxjerrim jashtë i themin e ombredhës së shoqërisë, por nëpërmjet këtyre institute ekzekutive penale ne arrim t'i afrojmë përveç asistencës njerëzore, i afrojmë dhe edukimin, shkollimin, i afrojmë dhe elemente të tjerë për t'i riintegruar në jetën tonë shoqërore. Dhe për të bërë të aftë, nes pas nesër, për të hedhur poshtë atë zharkonin e dënimit, për të kontribuar në jetën shoqërore, në një hap
të drejtë me shumicën tjerë përpara. Në fakt, të gjithë janë shumë kurioz dhe nuk e kanë kuptuar kur, sepse trajtojnë ndryshe persona të njohur dhe ato të fuqishëm, Është një koncept i gabuar, mentalitet se ligji është i barabartë për gjithë. Nuk po bësh dallime për shumë të një titullari, të një X-i ose një VIP-i me emër, edhe të një punëtori të thjeshtë ose të njeriu të thjeshtë, i cili funi për një gabim, për një padrejsi ose mosbatim ligjit, ka shkuar të kryej veprën penale në progres të time. Ne do themi edukimi do të jetë i barabartë për gjithë. Pra trajtimi i burgosëve, të dënuarve, për çdo vepër penale do të jetë i barabartë, si për personat VIP në thojza, ashtu edhe më të thjeshtë. Marrim shkas nga pamjet që janë publikuar, se si festojnë në burgje dhe thash janë pikërisht pse thash duhet ndryshuar, do të kërkuar për një organizim në shkallë më të lartë të sistemit të burgjeve, pas sistemit penitenciar në Shqipërisë. Pra, kur flasim për kualifikim, ngritjen në shkallë më të lartë të ndërgjegjës dhe të menaxhimit të punonjësve të burgjeve, të drejtuesve të tyre. Kjo kërkon punë, vullnet, kërkon sakrificë, coraggio dhe si stoni është a voglio di fare tutto. Deri në çfarë mase burgu përmbush funksionin e ndëshkimit dhe rehabilitimit? Të thash ka burgje sot që janë për shembull si burgu i Firit, burgu Shkodrës, që janë burgje me standarde dhe me cilësi që flasim ne të bashkore, por ka dhe burgje kur sipas kontrollit të avokatit të shtetit, disa burgje kanë lënë për dëshiruar dhe është rekomanduar për të mbyllur, sepse nuk plotëson as kushtet më elementare si për sa i përket zbatimit dhe kërkesave të drejtave të lirive që kanë burgosur, ashtu dhe në jetën e përditshme për të kaluar kohën, për të vujtur dënimin për kohën që cilën ato janë dënuar. A rrezikon perceptimi publik të dëmtoj besimin të sistemit të drejtësisë? Thash pra që të bësh një diçka do të kesh besim në vete. Kjo nuk arrihet vetëm për të parë një sonjë, një ëndër. Kjo kërkon punë, këmbgulje. Kërkon mbi gjitha vullnet po që të krijohet ky vullnet, kjo dëshirë, kjo dashuri për ta ngritur këtë sistem penitenciar, patjetër kërkon kohë, patjetër kërkon edhe angazhim total, jo vetëm të drejtuesve, pra kur flasim drejtuesve të institutit të ekzekutimit, pra të drejtuesve të burgje, po edhe strukturar përkatëse që nga drejtoria e përgjithshme e burgje, Ministria e Drejtësisë e deri tek shteti i cili duhet patjetër të marrë masa që sistemi penitenciar në Shqipëri të jetë në nivel bashkëkohor. Kalojmë pak te prostitucioni dhe shfrytëzimi seksual. Është një fenomen që po dëgjohet shpesh. Kjo për vetë faktën se Shqipëria është një portë e madhe ku edhe turizmi është rritur në mënyrë të tillë që nuk po të pengoj edhe prostitucionin si fenomen që zakonisht njihet në çdo vend të botës. Por thash edhe prostitucioni, se kam dëgjuar duke parë që jetojnë në Durrës, rastet ku policia ka goditur dhe po parandalon këtë fenomen negativ, është një dukuri të cilët po e shohim këto ditë të fundit. Sa i përhapur është sot prostitucioni në Shqipëri? Sipas statistikë ose sipas atyre dëgjojmë, sot për sot nuk po flasim për një prostitucion, një vërtetëri që është bërë publike në sensin që me hapa galopane. Janë fenomene në qytete të cilën hap pas ngren krye duke zhvilluar në mënyrë të errët abuzive këtë fenomen. Flasim më shumë për zgjedhje personale apo shfrytëzim? Jo, kjo është një pjesë e armës kriminale të disa krerëve, disa individëve të cilët kërkojnë duke shfrytzuar këtë rrugë, këto vajza për arsye përfitimi. Ku shndron zakonisht pas këtyre rrjeteve kriminale? Këto janë, pra, si çdo fenomen tjetër, pra, edhe fenomeni i prostitucionit, i cili për shembull në qytetet tona Shqipërisë, po zgjohet i themne, po jo me hapa galopane, janë elemente të cilën e kanë zgjidhur rrugën e tyre në mënyrë të gabuar. Pra, duke zhvilluar këtë aktivitet kriminal për të pasuruar në thonjza në mënyrë jo të drejtë. Si
rekrutimi i tyre. Viktimat në këtë rrjet. Kjo bëhet zakonisht këto janë fenomene që në një procesi zinxhir. Janë elemente të cilët kanë emigruar më vite jashtë shtetit, jashtë Shqipërisë, të cilët kanë punuar në shumë vite, duke krijuar njohje me këtë kategori femrash pra të prostitucionit, bin kontakt dhe nëpërmjet lidhjeve të tyre me njerëz të tyre krijojnë bërmëtarinë e këtij prostitucioni duke sjell nga jashtë në Shqipëri, duke siguruar dhe kushte, apartamente dhe çdo gjë në përputhje me qëllimin dhe rrugën ato që kanë nisur. Në këtë rast të përdoret dhuna apo presioni? Zakonisht nuk kam dëgjuar podhim. Çdo gjë nga natyra është bërë me dëshirë. Nuk kam dëgjuar të paktën ashtu siç edhe e logjikoj ose sikur e ndërtoj, janë fenomene që çdo gjë bëhet me dëshirë, me vullnet. Nga kjo lloj kategorie e këtyre femrave. Eskortat. Po nga eskortat, patjetër, të cilët kundrejt një shumë të majme, Sa mund të jetë shuma? S'ka informacion. Nuk kam informacion sepse vetë faktin si profesor ne hym rrugës ndërtimit, mënyrës se si zhvillohet, si ndërtohet dhe deri ku shkohet. Mund ta flasësh pak? Është një joshë shumë e madhe. Po kjo është me dëshirën e dy palëve. Sepse për të pasuruar sot kjo lidhet nga shumë faktorë. Fakti që një pjesë e kësaj kategorie, duke mos gjetur, i them ne, edhe kushtet përshtatshme për një jetë, i them ne, modeste këtu në Shqipëri, duke qenë të papuna ose me rroga për cilën ato mendojnë janë të vogla, duke parë dhe çmimet e shtrenjta të apartamenteve ose për të krijuar një jetë sa më normale në qytetet e tyre, nuk mund të përballohen dot, atëherë preferojnë të bëjnë këtë rrugë duke menduar që e vetmja mënyrë, e vetmi kusht që mund të realizojë ëndrrën e tyre për të pasur një apartament, një makinë luksoze, ose për të pasur 2 lekë për të zgjuar ashtu që duan ato. Por kjo të thash, bëhet janë të vetëdijshme këto veprime që bëjnë pra këto vajza, këto femra, sepse rrugë tjetër nuk ka. Sa rol luan korrupsioni në funksionimin e tyre? Çdo hap në tillëmëri është korrupsion. Që do të thotë, nëse unë, për shembull, nëse një vajzë merr një hap të tillë për të kryer këtë veprimtari, ajo e ka të përcaktuar në mënyrë eksplicite mënyrën e fitimit, mënyrën e shfrytëzimit dhe anën negative të këtij fenomeni. Pra, gjithë kjo veprimtari bëhet e vetëdijshme nga seksi femër. A ka lidhje me trafikimin ndërkombëtar të qenieve njerëzore? Po, si çdo fenomen tjetër dhe trafikimi, siç është trafikimi i lëndëve narkotike, trafikimi i femrave, janë fenomene të cilët janë dukuri që ndodhen në sistem. Po janë dukuri të cilët krahas i themi zhvillimit të këtyre aktiviteteve të palishme që ndeshen edhe me forcën e egur të ligjit të policisë në çdo vend ku ato zbulohen dhe ndeshkohen të pamëshirshëm. Përpos kësaj ne kemi dhe shumë viktima, por dohet të di pse është kaq e vështirë të denoncojnë. Sepse mbi gjitha për të denoncuar këtë veprimtari nuk është e sigurt dhe i them edhe mbajtja e emrit sekret pra kërkot punë, që të kryet një punë pra më efikase, që të japi rezultate të duara, do të jetë i tillë që bashkëpunimi midis denoncuesit dhe atij që merr denoncimit do të jetë i tillë që të ruajë dhe sekretin, por në tilla raste kemi pasur që shumë këto denoncime janë bërë të zbuluara dhe pranaj në një anë bën dhe vlera e denoncimit të këtyre fenomeneve. Njerëzit kanë frikë. Nga se? Kanë frikë sepse nëse unë denoncoj, mos zbulojnë dhe hak merren ndaj denoncuesve. Prandaj them që është një fenomen i lidhur, një fenomen i cili shpjegohet në mënyrë i themne jo të drejtë për sa i përket kësaj veprimtarie. Se nëse dikush denoncon, edhe sot ka kohë që denoncosh, po ku do denoncosh? Sot duhet një korazh që denoncosh, po duhet edhe një vetëmbrojtje të denoncuesit. Pra, në një shkallë të tillë duhet ngrihet edhe rujtja e denoncuesit, emrit të denoncuesit për të mos pasur pasojë negative ndaj tij. A ka dështuar sistemi në parandalim dhe ndëshkim?
Jo që thosh ka dështuar, nuk mund të themi ka dështuar se për të mos patur këto fenomene gjithmonë duhet të parandalosh. Parandalimi është një armë e fuqishme në sistemin e drejtësisë, që të parandalosh ka një kompleks zinxhirësh aktivitetesh, që do të thotë të edukimin, që ka shumë i them ne organizata, shoqëria, shteti, shkollat, kudo në çdo hap të vërtetë të tij, duhet patjetër në formën tjetër të merren me këto lloj elementesh për të edukuar këtë brez të ri që nesër pas nesër që këto fenomene që mos të jenë, i them, me masa galopane. Çfarë ndodh me viktimat pasi dalin nga ky rrjet? Këtu është për të diskutuar, sepse nuk e gjejnë atë përkrajin, i them ne, atë rehabilitim, atë ngrohtësi tek shoqëria, sepse e shohin me një sy tjetër, pra jo të aftë për integrim. Kjo ka të bëjë edhe me punën e dobët që është bërë në përburgjet, pra përsa përket edukimit të këtyre, sepse tham që t'i afrosh një i them ne vlera njerëzore, një të burgosurit, t'i afrosh shkollim, t'i afrosh element për edukim, gjen ngrohtësi. Pra ke bërë një punë që këtë vlerësim që e merr në sistemin e burgjeve, ai e shfryzon në shoqëri. Po duke mos marrë të plot këtë edukim në burgje, atëherë edhe shoqëria e shikon me sy tjetër, skeptik, miop, jo i themi mos besues, sepse ky që ka qenë dënuar do rikthehet dhe integrohet në jetën. Pra ka shumë problematika në këtë drejtim. Duhet patjetër punë e palodhur në gjitha drejtimet për t'i rimarë, për t'i futur në gjin e një shoqërie e cilën hecë me hapa përpara drejt integrimit me vlera dhe standardet e larta të shoqërisë. Sa serioz është fenomeni sot krahasuar kohë më parë? Me thënë drejtën, unë thash ka ndryshime, por fenomeni akoma nuk zhduket, se jeta nuk është perpetuum mobile që themi shkon vaj në një drejtim. Absolutisht jo. Nëse ne mendojmë që çdo gjë është vaj, atëherë kemi bërë gabime. Duhet krahas progresit, i cili ecë me hapa galopane, dhe regresi me metodat, me mënyrat e saj përpiqet ta frenoj progresin, por në asnjë mënyrë nëpërmjet një lufte dialektike të fortë, progresi ecë më para. Pra ndryshime ka, sepse Shqipëria nuk është si e vitit 91 ose vitit 2000, ka gabime, ka të meta, por çdo gjë ecë më para. Pra edhe sistemi, pra dhe lufta për të parandaluar fenomenet e korrupsionit, kriminalitetit, edhe çdo fenomen negativ të jetës shoqërore, bëhet me luftë të fortë ndaj një fenomeni i cili me hapat e tij, me kushtet dhe potencialet që ka, përpiqet të sabotojë progresin, por nuk ka për të arritur asnjëherë. Kush mban përgjegjësi më të madhe, individët apo institucionet? Përgjegjësia është e përbashkët, sepse një individ nuk jeton i veçuar, jeton në një shoqëri, ku në këtë shoqëri janë ndërtuar çdo lloj strukture, si strukturat shtetërore, si i them ne drejtuese, si njësitë bashkia, pra janë të lidhur në një sistem zinxhir që funksionon në mënyrë të njëpasnjëshme, në mënyrë të njëtrajshme. Pra hallkat e edukimit janë një proces zinxhir, që nëse prishet një hallk, prishet gjithë sistemi zinxhir. Zoti Fatmir, të falenderoj, ishte kënaqësi. Edhe shumë faleminderit. Edhe unë ju falenderoj për ftesën, për studion simpatike, për temën që zgjodhet, që ja vlen në këto kushte, në këto kohë për cilën ne kemi nevojë, shoqëria ka nevojë të mësojë sa më shumë në drejtim për të luftuar këto fenomene negative, edhe për të qenë të aftë dhe me vlera në çdo hap të punës aty ku jeton, punon dhe ndërton jetën e tij. Shumë faleminderit. Ju falenderoj edhe unë. Ankthi është kthyer një nga problemet më të përhapura të kohës sonë, por sipas të ftuarit tonë, një nga shkaqet kryesore të tij është diku tjetër. Ato janë zorrët. Për këtë temë do të na flas Luciano Bardhi. Luciano, përshëndetje dhe të falenderoj që pranove të jesh pjesë e emisionit Vibe. Përshëndetje dhe mirë se gjeta. Mirë se erdhe. Luciano, si mund të ndikojë zorra në gjendjen tonë emocionale? Si fillim mirë të them suksese në këtë rrugtim që ke nisur, shumë studio modeste dhe emisioni bukur. Faleminderit. Në fakt, këtu në Shqipëri nuk është se po flitet shumë për këtë temë, por vitet e fundit po bëhet me njohur si tematik. Harvardi ka quajtur zorë, domethënë në tërësi si një mbretëri fshet, domethënë aty janë rreth
janë shumë baktere, cilat edhe trupi jonë më shumë t'i përbëhet. Ky është deri diku si fakt shumë interesant edhe për gjithë botën e mjekësisë. Pra trupi njeriut ka më shumë baktere se sa qeliza. Deri diku nuk është se ka një numër eksakt sa duhet ketë rreth 30-40 trilion, por është ndërtuar më shumti nga bakteret se sa nga qelizat. Dhe këto bakteret kanë kodin e tyre genetik. Harvardi e titullon kështu mikrobiotën si mbretëri e fshehtë sepse aty ka shumë lëndë të cilat ose më saktë shumë molekula që janë dhe neuronet. Siç ka truri neurone, kanë dhe zorët neurone. Dhe neuronet sot, ose më saktë zorët po lidhen dhe me shëndetin e zemrës, të trurit, dhe sa më shëndetshme të jetë mikrobiota ose ky qytet mistike dhe ky univers magjik që ndodhet brenda trupit ton, aq më të shëndetshme janë dhe organet. Prandaj zorët sot përbëjnë një rëndësi shumë jetike, saqë ne në Shqipëri jemi akoma pak larg shkencës së mikrobiotës, quhet mikrobiota gastrointestinale, por vërtet kanë rëndësi shumë të madhe, sidomos për trurin dhe shumë çrregullime neodegenerative ose të trurit po lidhen drejt për drejti me sistemin tretës. Doja të di se si komunikojnë zora dhe truri me njëri tjetrin. Trupi jon ka një nerv i cili quhet nervi vagus. Vagus në shqip do të thotë një nerv endacak. Domethënë është një nerv shumë i gjatë që lidh pjesën e trurit me pjesën e sistemit tretës, jo vetëm të zorëve të holla ose zorëve të trasha. Lidh stomakun, mëlçin, pankreasin, shpretkën, zemrën, pjesën e mushkrive me pjesën e trurit. Pra zora me trurin komunikon çdo sekond me anë të një nervi inteligjent dhe me anë të një nervi misterioz i cili quhet nervi vagus. Dhe her pas here këtu sekretohen interleukina, kemokina, limfokina dhe vagusi është ai që bën këtë komunikim të vazhdueshëm që është nerv shumë misterioz. Pse njerëzit ndjejnë shqetësime në stomak ose në zorë kur janë të stresuar? Po sepse ky është deri diku fakt shumë interesant dhe i çuditshëm. Në mikrobiot ose në zorën e hollë prodhohet edhe hormoni lumturisë. Domethënë hormoni lumturisë për njerëzit është serotonina. Serotonina rreth 90% prodhohet nga sistemi gastrointestinal. Qelizat e zorës hollë kanë një grupacion të caktuar të cilat quhen qelizat enteroendokrine ose qelizat enterokromafin. Aty brenda në citoplazëm, pranë qelizat e zorëve të holla, është një enzim e cila quhet triptofan hidroksilaz. Dhe serotonina, që është hormoni i lumturisë, ose hormoni i cili bën të mundur që ankthi të ndihet më pak, hormoni i humorit, është hormon madje që lidhet edhe me pjesën e gjumit, prodhohet 90% aty. Dhe ndaj thuhet që kur ne ndjejmë një ankth ose një stres, janë ato fluturat ose sepse aktivizohet pleksi celiaks ose pleksi mezenterik superior, pra janë disa tufa nervore këtu të cilat komunikojnë çdo minutë me pjesën e sistemit nervor qendror. Dhe vagusi është ky që këto lëndë të cilat prodhohen këtu i merr dhe i dërgon ose i transporton në mikrobiot ose në tru. A mund të ketë dikush ankth për vite me radhë pa e kuptuar që ka probleme me zorrën? Mund të ketë. Ankthi në fakt vitet e fundit është lidhur shumë edhe me pjesën e keq ushqyerjes, domethënë sot shumë njerëz kudo në botë janë duke konsumuar shumë ushqime të procesuara, domethënë ushqimet e procesuara, ushqimet industriale, junk food, pothuajse ka shumë edhe të rinj që për fat keq janë edhe në përdorin lëndë narkotike, sepse edhe lëndë narkotike këtu në Shqipëri janë vërtet problem shumë i madh dhe kjo duhet trajtuar dhe si temë emisioni. Pra ushqimet e procesuara kanë bërë që bariera e zorëve ose organet e sistemit gastrointestinal dhe sistemi nervor autonom mos të funksionojnë siç duhet. Ndaj dhe ankthi vitet e fundit, kohët e fundit është shtuar shumë, sepse çfarë tham pak më parë, kudo ka junk food, pra vajrat hidrogenizuara, produkte ushqimore cilat kanë sheqer aditiv, produkte ushqimore cilat kanë monosodium glutamat ose butilat hidroksianizol. Domethënë shtesa aditiv. Sot njerëzit nuk më përtypin më, pra nuk ka më ushqime cilat përtypen dhe sot çdo gjë është gati. Për të thënë shumë e thjeshtë, por për të kuptuar është shumë e thellë dhe për të kuptuar do vërtet një emancipim dhe një arsyetim shumë thellë, sepse ushqimet e procesuara nuk po rrezikojnë vetëm shëndetin e zorëve, por dhe të trurit. Fryrja e barkut, kapslloku apo problemet me tretjen, a mund të lidhen me ankthin? Tani, stomaku është i lidhur shumë me pjesën e zorës holle dhe me pjesën e trurit. Të gjitha mineralet që i duhen trupit njeriut, si të kurse është zinku, si kurse është magnezi, si kurse është edhe kaliumi, të gjitha këto kalojnë nga përthithja e zorëve dhe të stomakut. Tani nëse nuk përthithen siç duhet mineralet, lindin dhe këto problematika të cilat ne i tham pak më parë
gjumi nuk është i shëndetshëm, energjia e trupit nuk është e shëndetshme, pjesa e gjumit nuk bëhet e shëndetshme. Përjashtojmë këtu ankthin i cili lidhet me shkaqe traumatike ose një ankth i cili ka një shkak familjen, një problematik sociale ose një faktor social ose një faktor të jashtëm. Ne këtu i referohemi vetëm çrregullimeve të cilat ndodhin me mikrobiotën ose me sistemin ton të brendshëm gastrointestinal. Prandaj, përthithja e dobët, sepse sot ka dhe shumë studime që zëm magnezi nëse ulet ose përthithet në nivele më të ulur si pasojë e ushqimeve të procesuara, keq ushqyerjes, ushqimeve shumë të thata, personi mund të ketë dhe problematika ose shfaqje të një ankthi idiopatik që mund të quhet. Prandaj dhe mineralet janë shumë të rëndësishme në këtë problematik. A ka produkte që konsumohen çdo ditë dhe kanë negativitet në Po konsumojmë, domethënë cilat janë ato? Po sheqeri njërë është produkti i parë, pra jo sheqeri frutave, sepse është demonizuar shumë kjo çështje. Frutat dhe perimet janë një ndër produktet më të shëndetshme ushqimore që zora jon ka nevojë, sepse kanë iridoid, ksanton, kanë acide fenolike, poliacetilen, iridoid, domethënë kanë komponent antiinflamator. Por sheqeri i cili është shtuar te pijet me gaz, tek produktet ushqimore që ne i përmendëm pak më parë ose vajrat e hidrogenizuar. Vaji hidrogenizuar do të thotë një produkt ushqimore zëm, patatet e skuqura, mishi procesuar, junk food. Këto janë shtuar kaq shumë sa që sot më njeriu që jeton në vitin 2026, marrin vitin 2030, nuk po konsumon më një ushqim organik, pra një ushqim që prodhon toka. Dhe ky është bërë vërtet edhe si diçka e frikshme për popullatën ose për gjeneratën që do vi në vimësi. Çfarë ndikimi ka sheqeri dhe ushqimet shumë të përpunuara? Po, e zëm fakti numër njërë që shkaktojnë problematika me stomakun, kapslëk, shkaktojnë problematika me zorën e irrituar, pra sheqeri artificial ose sheqeri, domethënë ëmbëlsuesit më shumti artificial, që janë te këto produkte, të cilat ne i përmendëm pak më parë, kudo janë biskotat, croissantët, ose këto produkte që ne i konsumojmë për të hequr një vakt ose duke bërë më të shpejt, brioshët. I gjithnjë marrim sheqerin sintetike, këto janë ato që sjellin kapslëk, problematika me stomakun, dhjamosje të mëlçisë. Pra, sheqeri industrial ose sheqeri rafinuar dhjamos mëlçin. Dhjamosja e mëlçisë çfarë do të thotë? Kur zora ka endotoksemi intestinale, pra zora e hollë është ajo që e dëmton mëlçin. Kafja është miku apo armiku i ankthit? Kafja për ata të cilët nuk kanë ankth është miku, ndërsa për ata të cilët nuk është nuk është mik, nuk është se mund quhet armik. Nëse nuk mund themi që të ketë një dozë caktuar, një kafe në ditë ku mos të abuzohet, një kafe në ditë nuk është se ka asnjë problem. Mund konsumohet pas ushqimit, mund konsumohet jo me cigare, pra thjesht sepse kafja ka kafeik acid, ka acid ferulik, ka disa metilksantina, tek persona të cilët kanë ankth generalizuar mund të provokojë sepse mund të lidhet me receptorët alfa-1 adrenergjik, të cilët qëndrojnë tek muskulatura e lëmuar gastrointestinale ose tek endoteli, por nëse nuk kalohet doza, kafja është super produkt për mëlçin edhe për zorën e trash, sepse është si laksativ, por është e mira që mos të abuzohet me dozën. Pra deri në 1 për një person që mund të ketë këto problematik, nuk është se është diçka domethënë gogol. Ajo që duhet bërë kujdes është ushqimi, aktiviteti fizik dhe gjumi. Çfarë ushqimi rekomandoni për një zorë të shëndetshme? Po çfarë ka toka, domethënë sot njeriu po haron lugën. Pra sot njeriu, në kuptimin figurativ ose metaforik ose epitet, po haron që të konsumojë ushqim me lugë. Duke qenë se trupi jon është i programuar që të lëvizi, sepse ka artikulacione, ka kocka, ka muskuj, pra njeriu nuk është bërë ose nuk është i destinuar që të qëndrojë në një pozicion të njëjtë, ose që të qëndrojë 10 orë, 12 orë pa ecur. Dhe lëvizja është xixëllonja ose drita për zorët. Sot njerëzit nuk po ecin më sepse çdo gjë është gati dhe çdo gjë është, domethënë, aty. Ndërsa siç dhe ne tham pak më parë, ushqimet e dura janë ushqimet të cilat ka toka, pra pa herbicide, ushqimet e stinës. Sot ne po harrojmë edhe gjëra të cilat janë me klorofil. Domethënë, gjëra të cilat janë
me klorofil i referohen perimeve dhe zarzavateve të stinës, pra sot qepa nga fëmijët nuk po konsumohet më, një spec, një brokol, një majdanoz, një sallat, një rukola, një çikore, nuk po konsumohet më, sepse kanë bezdi ose kanë vështirë nga ato ushqime. A ekziston një dietë specifike për personat që vuajnë nga ankthi? Jo, nuk ka dietë specifike. Domethënë, personat cilat shesin ose që thonë shiko se kjo dietë bën mirë për këtë, domethënë në botë ka me mira dieta, por nuk ekziston diçka e tillë. Një person që ka këto problematika, nëse fokusi krijohet ose nëse fokusi përqendrohet tek sistemi gastrointestinal, sepse e tham, 90% e hormonit të lumturisë quhet serotonin prodhohet nga zora e hollë. Kur ajo prodhohet me anë të triptofanit, që triptofani me anë të triptofani hidroksilazës formon hidroksitriptofani dhe pas hidroksitriptaminën ose serotoninën, kapet pas trombociteve, cilat trombocitet janë qelizat ose pllakzat e gjakut dhe shkon në trup. Pra, dietat më së shumti sot janë marketing. Nuk është se janë për të trajtuar dhe për të ndihmuar një person. Sot patjetër që ne flasim për kalorit, por nuk është e njëjtë. Kaloritë e sheqerit me kaloritë e një ushqimi të shëndetshëm. Patjetër që kaloritë janë të shëndetshme, por e rëndësishme është çfarë përthith mikrobiota dhe çfarë ajo konverton në ATP ose në adenozin trifosfat ose në energji. Pra zora, nëse ato ushqim që ne marrim nuk e konverton në energji, atëherë për çfarë shërben dieta? Dhe një person që ka problematika me ankthin duhet kujdeset njerëz si fillim për pjesën e ushqimit, pra çfarë konsumon, si po e përthith ato ushqim. Apo përthith mineralet e duhura. Tek një person që ka ankth, B12 është shumë e rëndësishme. B12 quhet metilkobalamin ose kobalamin. Dhe kjo mbron mielinën, njëkohësisht merr pjesë dhe në prodhimin e fosfatodilserinës. Këto janë molekule që mbrojnë trurin. E zëm magnezi, që magnezi ndodhet tek bajame, tek arrat, ndodhet tek lejthit, tek farat e kungullit, ndodhet tek çokolata organike, te thjerrza, tek fasulet. Është shumë i rëndësishëm. Prapse ushqimet me omega 3 ose ushqimet me acid eikosipantonetik dhe dokosaheksanoik. Domethënë sardelet, aguqet, peshku shumë i rëndësishëm sepse ka acide yndyrore të shëndetshme. Si suplement mund të jetë tributirina ose sodium butirati që këtu në Shqipëri akoma nuk po njihet. Pra, B12, omega 3, magnezi, zora e shëndetshme janë çelësi kryesor së bashku me gjumin, aktivitetin fizik, ecjen, toksimin që e ndihmojnë një person. Patjetër që nëse ai ka nevojë që të ndiqet edhe me mjek, psikiatër ose psikolog, këto janë gjë tjetër. Në fakt doja të di përveç ushqimit, cilat faktorë dëmtojnë florën intestinale. Pijet me gaz ose pijet të cilat kanë brenda aditiv, që kanë brenda dhe konservant, të cilat e mërzisin mëlçin ose e mërzisin zemrën. Pra të rinj sot po abuzohet shumë me, ne folëm pak më parë, me lëndët narkotike ose pijet cilat janë energjike. Pra çpun ka një 14 vjeçar që të konsumoj 2 ose 3 B52 ose pije energjike, cilat pra këto duhen vendosur një kriter që ai kur të dali tek shkolla, pra tek obori shkollës, to ushqime mos t'i konsumoj. Dhe shitsi ambulator mos t'i serviri, sepse duhet t'i japi një këshill se këto nuk janë të shëndetshme. Pra pijet me gaz ose pijet energjike. Më shumti të fokusohemi te pijet energjike. Ato kanë këto konservantës ose janë me iniciale të caktuar ato, të cilat këto shkaktojnë dhe madje në disa raste këto mund të lidhen dhe me një ankth shumë generalizuar, e shkaktojnë për një kohë gjatë, nuk ose e shkaktojnë pra ti pive dhe do presësh ankth. Por nga ato bëhesh si fillim i varur, shkaktojnë çrregullime hormonale, naksi neurokimik vagus intestin, shkaktojnë çlirim të disa citokinave, mesazherëve biokimik. Pra pijet industriale me sheqer të shtuar, junk food që kush e di se çfarë mishit përpunuar kanë, sikurse pijet energjike që brenda kanë shumë aditiv, por dhe ëmbëlsues artificial, acesulfam, aspartam. Sa ndikon mungesa e gjumit? Gjumi është qershia mbitort për një person që ka dhe probleme me ankthin, por dhe për një person që duhet ose do të ruaj mëlçin dhe shëndetin e zemrës. Pra, gjumi është kryefjala e shëndetit. Gjumi është, për mendimin tim, aja e shëndetit ose alfabeti, shkronja e para e alfabetit. Gjumi është i vetmi proces, madje nuk është as tek ushqimet as tek aktiviteti fizik. Truri jon ka një sistem të veçantë i cili quhet sistemi glimfatik. Domethënë jo sistemi limfatik, por sistemi glimfatik. Dhe gjatë gjumit bëhet i mundur dhe riparimi i organeleve të vjetërsuara të qelizës. Pra gjatë gjumit, njeriu nis një proces i cili quhet sistemi glimfatik, që do thotë këto lëndët
ose organelet do të thotë materialet e qelizës. Merren, riciklohen dhe trupi çfarë bën ditën tjetër është domethënë mi i shëndetshëm. Gjatë gjumit truri ka dhe disa mekanizma të cilat dhe rigjeneron punën e organeve. Tek organet është edhe një unë e quaj si një rrjet shumë i rëndësishëm, ai quhet dhe rrjeti limfatik në zor që është shumë i lidhur ngushtë me pjesën e trurit. Pra gjumi është deri diku e vetmja mënyrë, unë do ta quaja që ndihmon dhe sistemi limfatik në tru. Ndihmon pjesën e trurit madh, korteksin prefrontal. Bën të mundur që të ulet dhe rezistenca e insulinës. Pra gjumi i shëndetshëm redukton dhe inflamacionin në trup, sikurse dhe rezistencën e insulinës. Sa roli luan stresi kronik? Stresi kronik sot është bërë diçka që nuk përjashtohet dot edhe nuk mund të menjanohet dot. Të gjithë kanë stres kronik, por nëse kien kryesisht kujdes ose nëse tregohet kujdes me pjesën e ushqyerjes, gjumit, aktivitetit fizik, patjetër që dhe organet mbrohen, por sot stresi kronik po godet më shumti dhe të rinjt. Pra shumë gjendje ankthi ose probleme psikoemocionale, problematika të cilat nuk i shpalosin më, ose gjendjet introverte, dhe sot stresi kronik godet edhe organet. Domethënë, tek njeri mund të shkaktojë edhe deri në ulcer. Sepse stresi kronik lidhet me katekolaminat. Katekolaminat janë disa mesazher biokimik të cilat sekretohen kryesisht nga mbiveshkoret. Mbiveshkoret janë organe të cilat qëndrojnë sipër veshkave. Dhe brenda atyre janë disa qeliza të cilat quhen qelizat kromafin dhe ato prodhojnë shumë adrenalin. Pra stresi kronik nëse vazhdon për një kohë të gjatë, mund të mundur që dhe glukoza të kapet më pak nga muskujt, kryesisht nga GLUT4, dhe personi mund të ketë edhe problematika me stomakun, me refluksin, me fryrjen e barkut, me pjesën e përthithjes së dobët mineraleve, me kortizolin e lartë, sepse dhe kortizoli është një hormon që lidhet ose mbathja ose lufto, pra ka lidhje të drejtë për drejtë me punën e organeve, që i ngarkon ato stomakun, mëlçin, sistemin nervor. A ka raste kur ankthi nuk ka asnjë lidhje me sistemin tretës? Sigurisht që po, ka shumë lidhje, siç ne tham pak më parë dhe ju siç e drejtuat pyetjen, kur një person të largohet nga jeta, kur ne mund të kemi një konflikt me një person, kur mund të kemi një shkak psikologjik, domethënë largim nga një punë ose konflikt me një person të dashur zemrës, pra këto janë shkaqet emocionale ose psikoemocionale, por patjetër që ka. Nëse sonte po na ndjek një person që vuan prej vitesh nga ankthi, cili është hapi i parë konkret që duhet të ndërmarr nesër në mëngjes për të përmirësuar gjendjen e tij? Të marrë frym thellë, të përqafoj të dashurit dhe të bëj një ecje të lehtë në natyrë. Krahas ecjes së lehtë, patjetër që leximi është gjimnastikë e trurit, ushqyerje e kujdesshme, tokëzimi, ne përmendëm pak më parë pjesën e B12-s. B12 është shumë e rëndësishme në këtë problematik, kobalamina quhet, ushqime të cilat janë omega 3, por dihet që tokëzimi, ecje në natyrë sot redukton katekolaminat periferike ose katekolaminat cilat sintetizohen edhe nga ose prodhohen nga gjëndrat mbiveshkore. Pra ecje në natyrë, tokëzimi është, siç edhe ne njohim gjithë, ecja zbathur, sepse trupi bën të mundur që të ketë cikël pentozik në mënyrë më të shëndetshme. Gjithnjë dihet pjesa e ecjes në natyrë ose pjesa e një leximi, domethënë leximi është gjimnastikë e trurit që ne tham pak më parë. Omega 3, vitamina D, magnezi, glicinat, këto janë të shëndetshme. Gjithnjë eliminimi i ushqimeve të procesuara, jo kafe esëll. Domethënë një person nuk mund të konsumojë duhan ose bashk duhan dhe kafe nëse ka këtë problematik, sepse ja shpërson dhe i bën shumë herë më të dukshme simptomat ose klinikën e ankthit. Ti ke shkruar edhe libër. Çfarë përmban libri? Libri përmban misterin që fshehin ose që kanë zor, dhe nëse personi do që të jetojë në mënyrë të shëndetshme, sepse qendra e sistemit imunitar ndodhet aty. Patjetër që në jetën e ka falur Zoti se kur do të na e marrë dhe se kur do të na lëj, është në dorën e tij. Por unë kam titulluar ky librim, i dyti i pari është udhëtimi i ushqimit, i dyti është ky dhe i treti është pankreasi, organi i haruar. I treti ka dalë apo? Po i treti ka dalë, po bën gati 7 muaj që e kam bën lidhje me pankreasin, por kënga e zorëve
specifikon atë universin ose atë galaktikën magjike që mikrobiota ka, dhe ushqimet të cilat kanë polifenol, të cilat ne i përmendëm pak më parë, që janë perimet, zarzavatet, karotat, vajollirit, boronicat, thjerëzat, biselet, pra çfarë janë të stinës dhe çfarë janë të tokës, gjithnjë të pakontaminuara, janë të shëndetshme, sepse mbrojnë mëlçin, por mbrojnë dhe zorën e trash. Sikurse dhe ne tham pak më parë që hormoni i lumturisë, hormoni i motivimit, pra krahas hormonit të lumturisë ne kemi dhe hormonin e motivimit, të përqendrimit, të fokusit, që ai quhet dopamin. Pra dopamina formohet nëpërmjet një aminoacidi i cili quhet tirozin. Tirozina konvertohet në një lëndë tjetër e cila quhet levodopa me anë të tirozin hidroksilazës. Levodopa dekarboksilohet, formon dopaminën, pra hormoni i motivimit, i përqendrimit, i fokusit. Kujtesa lidhet shumë me sistemin tretës. Pra pjesa e kujtesës që ne themi se gjithnjë ka lidhje me trurin, ka dhe lidhje patjetër dhe me zorët. Unë të falenderoj shumë Kënaqësi. që ishe pjesë e emisionit dhe për këshillat e vlefshme që na dhe dhe për informacionin gjithashtu. Jemi në studio me Elena Demollarin, e cila do të na shikoj pak për shenjat e horoskopit dhe kush është shenja më me fat e muajit korrik. Elena, përshëndetje. Përshëndetje. Të falenderoj që erdhe përsëri. Faleminderit. Ashtu siç e din të gjithë, ti do jesh çdo javë në emisionin Vibe. Po. Dhe do të vazhdojmë me parashikimin e Po, shenjave. parashikimin e muajit korrik, çfarë na parashikojnë letrat tarot, si do jetë energjia e tyre, duke i filluar që nga shenjë dashi deri te shenjët e peshqve. Okej. Dashi për këtë muaj do përballet me persona që do i kanë mundësinë për ta ndihmuar dhe nuk do t'i japin. Një lajm do e marrin të mirë, një lajm do e marrin të hidhur. Do jenë një familje kompletuar, dëshirat e tyre do t'i bëhet realitet. Gjatë muajit korrik mund të kenë pengesa, por do i kalojnë me sukses. Do gjykojnë për marrëdhënien që kanë dhe kanë pozicione të mira, do rilindi diçka e re, nëse kanë të bëjë me seanca gjyqësore, do falen, do kenë një stabilitet dhe do kenë shumë mundësi për të ecur përpara, do i kenë rrugët e hapura shenjë dashit. Demi do i ndjej veten të bllokuar, demat për muajin korrik do i ndjej veten të bllokuar, mos i bëjnë gjërat me së mbyllur se nuk e kuptojnë se çfarë po ndodh mbrapa vetes tyre. Kanë armën e besimit, të armën e zemrës, i kanë vënë duart kryq, po do ndihmojnë nga gjysma anë dhe gjërat do shoshojnë pak e nga pak, por nuk do jenë sigurt, nuk do jenë stabil dhe mund të jetë pak errësirë në lidhje me punën, me dashurinë, me fatin, gënjeshtra, mashtrime, manipulime, fatin dhe premi gëshër. Do i shkojnë gjëra diku priten në mes. Dhe duhet të kenë kujdes nga ëndrrat e kota, iluzionet e kota, gënjeshtrat, mashtrimet, manipulimet, intriga dhe çdo gjë do dalë i sheshit. Do i ndjejnë vetëm pak të bllokuar si në punë, si në dashuri, si në fat, si në lidhjen e tyre dhe duhet të çbllokojnë nga bllokimet që kanë, duhet të çlirojnë nga bllokimet që kanë, se do ndjejnë veten shumë të bllokuar. Nuk do jenë të sigurt, shumë thashë theme do i kenë ajër, diçka ajër po i vjen. Agjencia e udhëtimit do marrin përgjigje për po, mund të jetë një takim i rastësishëm, por në fund fare një kontratë pune, një firmë, një dokument me një vendimmarrje do marrin një vendim. Dema, sidomos në muajin korrik, duhet të jenë të kujdesshëm. Binjakët do bëjnë udhëtime të gjata nëse kanë menduar udhëtime të gjata. Nga ana financiare do kenë një lëkundje, po do kenë një stabilitet. Janë persona që punojnë, do ecin përpara. Ngritje ekonomike financiare në dashuri do jenë mirë, probleme shëndetësore nuk do kenë, por mund të kenë edhe një ngritje në biznesin, mund të menaxhojnë dhe një biznesin e tyre. Por binjakët përgjithësi do jenë mirë. Gaforia duhet të ketë kujdes nga personat që janë të varur nga droga, nga alkooli, nga bixhozi, nga persona që janë materialistë, duan për interesat e veta dhe duhet të kenë kujdes gaforet në muajin e tyre, dikush do tentojë të gënjej, të mashtrojë, të manipulojë. Duhet të kenë kujdes se mos bëjnë pjesë e mashtrimit, manipulimit, intrigës, dikush do i futi në kthetrat e djallit ose në energjitë negative, duhet të largohej nga personat negativ. Do kenë përfitime të vogla në lek, do kenë ribashkime, ripajtime, ortak, po partneritet, mund të kenë një komunikim të vazhdueshëm, stabilitet, një largim nga vendbanimi, në fund fare do marrë lajme të mira, nëse janë në pritje disa
lajmeve, fejesa, martesave, tavolina, ditëlindje, eventet do janë të gëzuar. Luani do i ndi vetëm pak të shkatruar në lidhjen e tyre të dashurisë, mund të kenë dhe kriza pak në partneritet, duhen të jenë të kujdesshëm, do kenë përfitime të vogla në profesionin e tyre, me një vendimari do marrin një vendim, dikush do i kërkoj të falun nëse ka mbra shpirtërisht, do kenë ndryshime, me një vendimari do marrin një vendim, do e ndryshojnë gjërat si në punësinë e dashurisë, si në familje dhe do ketë një ndryshim epoke. Mund të vdesi një epoke vjetër dhe do rilindi një epokë e ri, ose mund të jetë një cikël i ri për shenjën e Luanit. Virgjëresha duhet të ketë kujdes në muajin korik, shoh që do ka kaluar shumë situata të vështira, por në fund fare do dalë fituar. Ka qarë ka lotuar për 3 kërkesa e refuzuar për një person që mund të ketë humbur ose për një lidhje dashurie që e ka humbur, por 2 përgjigje do parashtrohen. Duhet të ketë kujdes se mund të ketë një humbje parash, distancë, largësi, krizë në partneritet të distancuar, duhet të ketë kujdes nga persona të tretë që mund të japin një energji negative, duhet të ketë kujdes nga persona të maskuar, do ketë pak sfida në muajin korik, por në fund fare do dali i fituar. Peshorja do përballet me çështje ligjore nëse ka të bëjë me çështje ligjore. Një diplomë, një master që do marrin në punën e tyre do korrin sukses, por duhet të kenë kujdes me shoqëritë mbi të fallse. Nëse ka të bëjë me prona, do bëhet një problem i madh. Do ketë nëse ka të bëjë çështje pronash, do bëhet një problem i madh, mund të përballet me seancë gjyqësore, drejtësi, dokumenta ose me ligjin. Janë në pritje disa lajmeve do marrin. Lajmet mira nga ana financiare do jenë të kompletuar. Kërkojnë të drejtën e tyre dhe do dalin të fituar në gjitha drejtimet peshoret. Akrepi duhet të ketë kujdes nga persona që janë mistik. Duhet të ketë kujdes nga personat mistik. Beson shumë te universi, për njerëzit mund të jetë negativ, po për Zotin është i bekuar. Dikush është larguar ose do largohet, një largim pune, një prishje planesh, dikush i ka prishur planet shenjës të akrepit, duhet të jenë të kujdesshëm muajin korik, pavarësisht që kanë pasur pengesa, situata të vështira, do stabilizojnë gjërat. Nga ana shpirtërore do gjenë një qetësi shpirtërore. Për momentin mund të kenë gjërat pezull, po të zgjidhin gjërat me kreativitet. Shigjetari për muajin korik duhet të ketë kujdes nga personat, dikush mund të hyjë në mendimet e tyre, mund t'i lexojë mendimet e tyre dhe mund të jetë një person xheloz akmar që është e përbetuar por ta akmar. Do jetë shumë zemër ty në lidhje me dashurinë, duhet të ketë kujdes se mund të ketë një divorc, një ndarje, mos marri opinion të tjerëve, me një vendimari do marri një vendim, duhet të eci përpara, do ketë takime, telefonata, udhëtime, komunikime të furishme, do eci përpara, do ketë një ngritje ekonomike financiare, por duhet të ketë kujdes dhe dashurinë shigjetari. Shenje Britsjapi do ketë shere, debate, konflikte, mos marrëveshjeve, një konkurrencë. Duhet të shmangi debatet, konflikteve, mos marrëveshjeve, do jenë super të mbi ngarkuar nga ana psiqike ose psikologjike, por mos marrin opinionin të tjerëve. Lidhje dështuar, lidhje konfuze që ndoshta mund të përfundojë dhe në ndarje. Mërkuri do t'japi një rëndë psiqike, psikologjike, por në fund fare do e kapi veten, do manifestoj. Fillime të reja, një dritë jeshile, universi do t'japi një dritë jeshile, do përballet në shtet, nëse ka të bëjë me çështje ligjore, kërkon të drejtën e tij, vërtetën e tij, dhe nëse është në pritje disa dokumentave do marrë dokumenta, por do përballet me çështje ligjore me drejtësinë. Në fund fare do marrë lajme të mira dhe nga ana shpirtërore do gjejë një qetësi shpirtërore. Ujori të ullur të mërzitur një në peme, duke menduar mirësinë e kam përpara vetes, po universi do t'jap një dhuratë të bukur. Janë shumë të vrarë shpirtërisht. Shenjës së ujorit për muajin korik duhet të kenë kujdes, do i prishen planet, çdo plan që ka bërë, mund të ketë një prishje planet, mund të kesh një falimentim, mund të ketë një operacion, mund të derdhë lot gëzimi ose lot i dhërimi, po duhet të jenë kujdes dhe në shëndetin e tyre. Janë të rrethuar botës tyre, duhet të dalin, mos marrin shumë opinione të tjerëve, çështje ligjore, çështje institucionale do stabilizohen, do kenë rrugëzgjidhje, në fund fare do jenë shumë me fat shenja e ujorit.
Peshqit duhet të kenë kujdes, dikush do largohet me gënjeshtrat e tij ose me gënjeshtrat e saj, një largim pune, një pushim pune, dikush do e presi në mbez ose ka prendbes, duhet të ketë kujdes, do ketë një komunikim të vazhdueshëm me Unibersin, do bëj një udhëtim të gjatë, viza për pasaporto dokumenta do marri përgjigje për punë, në fund fare do marri lajme të mira. Pjesa martesa, planimetri në blerje shtëpi do i do gëzoj, do lëndroj, qofse ka menduar për ndonjë blerje shtëpie ose për ndonjë projekt, dëshira e tyre do i bëhet realitet. Ky ishte parashikimi për muajin korrik për gjitha shenjat të horoskopit me letra tarot. Tani kush është shenja më me fat? Shenja më me fat do jetë gaporja. Gaporët duhet të jenë të kujdesshëm se do kenë sfida, do kenë konkurrencë, do përballen me konkurrencën e tyre, por në fund fare do gjejnë një qetësi shpirtërore, do fitojnë. Pastaj kemi Virgjëreshën, kemi Virgjëreshën, Gaporin, Demin, Akrepin dhe Peshqit. Por këto shenjat e tokës dhe të ujit duhet të jenë kujdesshëm, sidomos këtë muaj në muajin korrik. Mund ta bësh një parashikim vetëm për këto shenja që janë më me fat? Po. Do e fillojmë me Virgjëreshën. Okej, do ta bëjmë siç e bëjmë parashikimin personal privat. Zakonisht në parashikimet personale private hapen 10 letra ose 12 letra, bëret nga klienti. Ne këtu kemi sa letra janë këtu? 10 më duket I kemi. 2, 4, 6, 8, 10. 10. Okej, atëherë për gjitha shenjat e Virgjëreshës duhet të keni kujdes nga personat materialist, gënjeshtra, mashtrime, manipulime, intriga dhe dikush do ju tentoj të gënjë të mashtroj t'ju manipulojë. Duhet të keni kujdes nga personat negativ që mund t'i transmetoj një energji negative dhe një Virgjëreshë ndjen, bllokohet, nuk e ndjen veten mirë. Sidomos shenjat e ujit, të ujit edhe të tokës e ndjen, Gapore, Akrep dhe Peshqit e ndjen. Virgjëresh, Dem dhe Bricjap e ndjen. Atëre për Virgjëresha do kenë ribashkime, ripajtime, nëse kanë pasur një lidhje dashurie do kenë një ribashkim, mund të kenë pejesa, martesa, tavolin ditëlindje, mund të kenë një lidhje të përreshme, nëse kanë të bëjnë me çështje pronash, do bëhet një problem I madh, do ketë një ngritje ekonomike financiare ose mund të merret me tregëti, mund të ketë një ngritje ekonomike në tregëti. Do ketë përfitime të vogla në financë, do me thënë dikush mund të jetë bamirës edhe për ta ndihmuar në një ndihmë financiar ose diçka tjetër, mund të japi dhe një dhuratë. Do ketë një stabilitet, një largim nga vendbanimi, një udhëtim jashtë shtetit, gjatë kohës do e marri veten. Është në pritje disa lajme do marr lajme të mira, mund të jetë çështje parash, çështje pune, çështje projektesh, çështje dashuri do marri lajme të mira. Udhëtime duhet të eci përpara, fejesa, martesa, tavolin, ditëlindje do gëzohet. Nëse ka menduar për një fejesë, martesë, ditëlindje, diçka tjetër, dëshira e tyre do t'i bëhet realitet. Dhe në fund fare do dali e fituar. Do jetë shumë e sinqert, shumë e drejtë për drejtë, do kërkojnë të drejtën e tyre, të vërtetën e tyre dhe do dalin të fituar në gjitha drejtimet. Por shikojt se shenjë Gapores e ka ndirë veten të shkatruar një kuror me sherë debate, një kredi e marrë, një transformim, një shkatrim, një ndikim, çdo gjë sikur ka rrufeje dhe përshkatrohet, por do eci përpara ose ka një gjë që po vjen një vetëtima, një bubullima ose një rrufej që përshkatrohet çdo gjë, por do stabilizojnë gjërat. Me një vendimarrje do marri një vendim, për momentin nuk janë sigurt, nuk janë stabil, janë të mërzitur për 3 kërkesa, apo 2 do parashtrohen, duen të besojnë intuitës të tyre, energjisë të tyre, do përballen me persona që do e kenë mundësinë për t'ia dhënë një shans dhe nuk do t'i japin një lajm, do e marrin të mirë, një lajm do e marrin të idhur, gjërat mund t'i kenë pezull, për momentin mund t'jenë duar lidhur, këmbë lidhur, por do zgjidhin gjërat me kreativitet, se kanë letrën e profecisë. Do firmosin shumë kontrata, do përballen me persona që janë xhelos, duhet të kenë kujdes nga persona të tretë ose persona të maskuar dhe në fund fare do dalin të fituar, do marrin lajme të mira, fejesa, martesa, tavolin, ditëlindje, do gëzohen. Do jetë një ndryshim cikli, do vdesi një cikël I vjetër dhe do rilindi një cikël I ri, do me thënë është fillimi I ciklit të ri, do me thënë është një fundi epoke të vjetër dhe por I lit një posë, ka të bëjë me cikle, 5 vjet, 6 vjet. Do me thënë dhe për Gaporen do jetë fundi I një ciklit të vjetër dhe do jetë një cikël I ri, por është gjithmonë për mirë, jo për keq.
peshqit, nëse kanë menduar për ndonjë bebi, dëshira e tyre do i bëhet realitet. Do dëgjojnë për një shtatzani, ngritje ekonomike, do ecin përpare, kanë një intuit fort, një energji të fortë, janë në pritje disa lajmeve, do bëjnë udhëtime të gjata, do kryejnë një ngritje ekonomike financiare, do ecin përpare dhe do dalin të fituar në gjitha drejtimet. Do me thënë, dhe peshqit do jenë mirë. Tani, dua të di, Po. shpohet me klientët. Shiko, unë kam pasur shumë kliente, por kam qenë shumë serioze me klientët, do me thënë kam qenë shumë konfidenciale me klientët. Konfidenciale do me thënë për shkak se kanë qenë dhe të fejuara dhe të martuara, kam pasur lidhje jashtëmartësore, i kam rezervuar, do me thënë kam mbajtur klientelën, e kam mbajtur gjithmonë sekret klientelën. Dhe privatësinë gjithmonë sekret. Dhe bisedat gjithmonë i kam mbajtur sekret. Edhe kjo është gjë shumë e mirë. Po, shumë e mirë. Do me thënë, i krijon besim klientit që Po, normale, se një kliente që mund të ketë një anë, mund të ketë një problem, thotë shiko, unë do shkoj në Elena me mirëbesim, por nuk du, se ke shumë edhe persona të tjerë që thotë më erdhi kliente më tha kështu dhe degeneron, më kupton. Është një konfidencial, është ajo privatësia 100%. Se nesër pas nesër, personit të drejtohet se mund të ketë një problem, mund të ketë probleme me burrin, mund të ketë probleme me shtëpinë, mund të ketë me financët, mund të ketë me biznesin, mund të ketë me pronat, mund të ketë probleme me vllajën ose me motrën. Mund të ketë probleme çështje pronash. Problemet, ti thua që i mbaj sekret. Okej, mbaj sekret, po të na thuash për çfarë të kanë ardhur më tepër ose kohëve të fundit. Shiko, kohët e fundit jemi keq kuptuar për shumë klientë se jemi keq kuptuar, na kanë keq kuptuar, do me thënë, na keq kuptuar, se ka të bëj. Unë si astrologe, licencuar, kam pas vetë të punësuar, do me thënë, që kam marrë një rok, me tatime takse siguracione ka qenë i punësuar, po sa qërish për pjesën e spiritualitetit, largimit energjisë negative. Dhe një çfarë bëjnë, nga kjo pjesë ne jemi keq kuptuar si magjistar që nuk është e vërtet. Do me thënë, jemi akuzuar pa drejtësisht, që gjërat nuk janë të vërtet. Kur ti nuk e fakte, nuk e prova, nuk e të drejtë të drejtohesh një njeriu që ti nuk e fakte. Do e thotë, kur të drejtohesh një njeriu, duhet të marrësh një informacion të mirëfillt, por të drejtuar, po jo ti që ta bësh, për ta bësh që një person që është person të publik, në radhë të pajtë bëhet për prishje imazhi dhe për ta hequr nga tregu. Dhe këto janë gjërat konkurrencë, më kupton Klea? Dhe unë më kam mbajtur gjithmonë atë time që shiko se se është gjynaf, se kush e di nuk ka probleme me burrin ose ka probleme diçka tjetër, do me thonë që nuk ndjen kënaqësi, ndjen ngrohet diku tjetër. Po 99% ka qenë të martuara, kam pasur lidhje jashtëmartësore dhe mund të them që kam pasur dhe gra, kam pasur dhe burra. Për çfarë kanë ardhur konkretisht? Po zakonisht për lidhjet e tyre të dashurisë. Kanë shkuar dhe në persona të tjerë, po është puna thotë që ajo ma kanë nxirr muhabeti vend tjetër. Do me thënë, të dish ku të shkosh, të dish ku të besosh. Sot është puna të jesh një njeri i besoshëm. Unë kam vetëm astrologji, largimin e energjisë negative. Kaq. Si e largon energjinë negative? Ato bëhet në anë të lutjeve, yoga, meditim, spiritualitet. Këto bën. Ti do me thënë shikon dhe për dashurinë. Po. Okej, super. Këto kishim. Elena, të falenderoj me vërtet shumë. Faleminderit dhe juve. Bashkë do të shihemi përsëri javën tjetër. Po, me Elena Demollarin. Po, faleminderit dhe juve, respekte. Edhe kështu i erdhi fundi këtij episodi, bashkë do të shihemi sërish nesër në orën 11. Mirupafshim.